Ja. Ata stërviteshin thjesht në rast të ndonjë situate. S'besoj, nuk ishte kështu lëvizje që të... Edhe kjo erdhi nga perëndimi dhe nga këto... Jo, ata u shikën e themeluan vetë ata, pastaj e mbështetë se në fillim u shikë është shpallës si organizatë terroriste. Ti në fillim i ke servitur këta, pa ata janë organizuar vetë. Tani, kam një pyetje. Ju ishit kjo shkollë e bashkuar, akademia. Po. Ju ibrit paraditën mësim këtu, Po, dhe mbasditën Surrel. po. Tani, si ka mundësi të smorën vesh asgjë këtu, që kishin ardhur ata? Ja, Fare. ja, s'besoj. Nuk e Fare. besoj. Nuk e besoj. Merrit këtu pajisje, profesor, që ju duheshin për mësim atje? Shiko, atje ishte baza që kishte armët. Ai kishte vetë. Edhe këto njohje teknike i bënim, i kishin armë atje. Edhe... Po tabela këto... Po, i kishin atje në poligon. I kishin atje, Po. Qartë. Foto tjetër? Ajo ishte... Në akademi, futut në një ditë ata? Ja. Asnjëherë, Nuk u futun. Ja, kjo është akademia. Nuk u futun asnjëherë. Absolutisht. Po pse? Ç'të i fusin për çfarë? Do jepim se Ademi bëj magnet. Ç'është ky? Interesoje, ore çfarë shkruaj se ku binden sy. Binden sy. Edhe detyrimisht ora çaj ishte ai aty ku vajti bëj një figurë që kjo është i parad mos gaboj profesor? Po, ja është Rustem Peçi. Rustem Peçi, komandanti i shkollës. Po. Po këta oficerë këtu? Të kujtohet? Pa, si mbajmë. Nuk e pa i flotës detar atje? Si mbajmë. Si mbajmë. Okej, foto tjetër. Ja këtu prap është Ademi Ashari me Ibrahim Rugova. Po. Presidenti Rugova dhe Ademi Ashari konferencë për shtyp Tiranë 1993. Tani është ajo që thatë ju që takimi Ramiz Alis me ai dha urdhër me Ibrahim Rugova. Është urdhri në Ministrinë e Mbrojtjes, urdhër i presidentit. E ke urdhër? Po. Po mirë, tani një gjë nuk kuptoj unë. Këtu ishte president Sali Berisha. Jo. Në Fetreshin. Ja, në Fetreshin e ka ty. Shikoj në fund di qitura. Në Fetreshin. Këtu, kjo është më pas. Ademi Ashari aty, përse unë këmgull, përse nuk vijoj kjo stërvitje? S'di asgjë. Ja. E kuptova. Se ky bie është Ibrahim Rugova. Po kjo është foto emblematike. Rugova e mbështeti këtë stërvitje. E mbështeti? Po. Po mira, ishte i kraut paqësor, jo mbar. Rugova. Shiko, ajo urdhri që e dha mbas takimit të me Ramiz Alin. Ramiz Alin. E dha urdhrin. Jo, e reja që ju po tregoni profesor është që Rugova ai që quhej Gandhi i Kosovës, do Gandhi i Evropës, dhe çdo gjë do të arrinte me paqe, pas ka mbështetur edhe rezistencën me armë. Kjo është e reja që po tregoni. Ky është urdhri që dha sepse u bë takimi aty dhe ka qenë dhe Ali Aliu që ka qenë ke ajo. Dhe Ali Aliu, te 15 kaçi? Te 15 kaçi që kishte zyra aty. Ai ishte një lloj ambasadori mos e bëj. Po. Foto tjetër. Tani, Ismail Kadare, unë e nëzora këtë sepse ka një thënie lapidar. UÇK-ja është dalëzotse e kombit. UÇK-ja u shfaq si shpëtimtare e kombit shqiptar. Me rolin e saj kolosal historik, UÇK-ja bën pjesë në historinë morale të kombit shqiptar. Profesor, pyetje. Kur e mësuat ju që ishte themeluar UÇK-ja? Në feshtatën mëse? Po. E mësove që Ademi Ashari dhe këta që stërvitët ju kishin themeluar UÇK-n? Po. Dhe si e mendove këtë, si e përjetove? Unë kam vajtur atëherë në Kosovë. Qa viti? Po, masi u hapën këto mundësit për të shkuar, për të ardhur. Edhe... Jo, qa viti, mbas luftës e ke fjellën? Mbas luftës. Po jo, po them, jemi në 97, sa u kriju UÇK-ja. Si e pritet i themelimin UÇK-s? Si e parashikove? Thej që do arrijmë diçka, se ti kishe stërvitur vetë ata që themeluan. Po, shiko, kur fillon populli të ngrihet, do ketë rezultat patjetër, nuk se ajo vërtet u ndërpre.
Po vazhdon këta emrat e rinj që dolën edhe u bë lufta. Kështu që nuk ndaloi rezistenca, jo. Okej, foto tjetër. Tani, këtu fillojmë te pjesa më e rëndësishme, pjesa finale e veprimtarisë dhe historisë së jetës së Adem Jasharit. Kjo është kulla e Jasharëve që u zhvillua një betejë jashtëzakonshme, sigurisht e drejtoi Adem Jashari rezistencën, po u rrethua shtëpia e tij, kulla e tij dhe familja Jashari nga deri te tanket nga forca serbe dhe ekzekutuan 57 familjar, pra pjesëtar të familjes Jashari, duke përfshirë dhe Adem Jashari. Kur e mësuat, profesor, që ishte vrarë Adem Jashari? I jam përgjigjur një 2-3 herë kësaj pyetje, domethënë. Ne s'kishim kontakte, domethënë. Nuk shkonin dot në ishim bërë pa dëshiruar nga Serbia, nga strukturat aty në Kosovë. Edhe po dëgjonim informacionet që vinin për këto radio tona, televizionet. Edhe rastësisht, kështu i shkujdesur që isha, u bën këto sulme në prekazë e tjera dhe ra Adem Jashari. Faktikisht ishte shkëput ky truri jon nga këto veprimtarit. Po një moment Adem Jashari. E mblodha. E kujton? E mblodha. Edhe isha me babain. Ore, i thashun, është vrarë ai që ka qenë këtu në shtëpi, kush më tha ai? Se ju e kishit në shtëpi, Ademi? Po erdhi kene për drek. Do të thënë, gjatë kohës që ishin stërvitje? E morën për drek? Kur mbaroi, mbaroi. Dhe erdhen ai grupi që dolën këtu me armë, që vajten dhe në kruje të tjera, erdhi në Tiranë për të marrë në një informacion për armatime të tjera, dhe e takova unë atë. Edhe i thash që ore do të vish në shtëpi, tash. E ftove në shtëpi? Në shtëpi, po. Se nuk e quajmë ne këto vizitat kështu tranzit. Edhe s'kishte kaluar shumë, ndoshta në një vita, nuk e di. Edhe i themi mba mend atë, i thash. I thot babait? I tham babait atë me mustaqet? Me mustaqet, po tha ai që bisedun për prekazin, tha se ka qenë duket Shefqet Peçi, brigada ti ka qenë prekaz në kohën e luftës shqiptare. Edhe i mat ka qenë partizan, dhe këta u lidhen atje dhe bërin muhabet. Edhe i thash ore, kështu, duket se është vrarë. Ja të pyes thash. Edhe marr një nga këta Maqedonisë, se me këta kishim lirshëmëri, shkonin, nuk na kërkonin në Maqedoni lëvizje. Leje, shkoi domethënë. Edhe marr një nga ta mësuesin telefonore, digjo ti kështu. Tha e kam dëgjuar edhe unë këtë rast, po do pyes ta se mos është i stisur, si më thënë. Edhe merrt nesër ai fiks në orën 6 kur ishin ato lajmet. Tha mos pyet asnjëri, tha se ai është vrarë, është shujt gjithë familja e tij. Si e përjetove, profesor? Po, ta dëgjosh këtë masakër, këtë tragjedi. Mos t'i kesh njohur, para përsëri trishtohesh. Po, edhe kur i ke njohur, kur ke punuar me ta, çfarë bësh? Nuk. Kur e konfirmove që Adem Jashari ishte vrarë, çfarë ndjeve? Çfarë bëre? I tham ti meti. Ka vdekur ai, thash. Ai është që dyshuam neve, thash, që nga informacion. Po çfarë do bësh? Çfarë do? Qatë? Po. Domethënë ka përzej gjikse. Po qani tani, e kuptoj shumë trishtime, sepse ju e keni servitur për atë. Është shumë e dhimbshme kjo. Ne çmallemi me Rifati, Bacu Rifat, që vemi tash. Ja, do kalojmë te një foto tjetër, është origjinal Rifati si Ademi. Si Ademi ngjanë. Me ato mustaqet, me ato.
Edhe